Koalicioni shqiptar pro familjes dhe jetës zhvilloi një protestë kundër vendimit të qeverisë për terapitë hormonale të transgjenorëve. Sipas protestuesve, ky vendim bie ndesh me parimet dhe traditën shqiptare dhe mbi të gjitha dëmton institucionin e familjes. Protestuesit dhe organizatorët e këtij tubimi u shprehen se familja shqiptare përballet me sfida serioze dhe kërkon më shumë mbështetje nga shteti. Ata u bën thirrje gjithë qytetarëve dhe në veçantë prindërve që të bashkohen në mbrojtje të familjes dhe fëmijëve, duke cilësuar familjen si themelin e kombit dhe të shoqërisë shqiptare. Nuk ka kaos më të madhe në jetë, se sa mbrojtja e lirisë, mbrojtja e fëmijëve, mbrojtja e familjes. E gjithë kjo histori që lidhet me kastrimin kimik dhe sterilizimin e fëmijëve tanë, është vetëm rrjedhoj, është vetëm efekt i ligjit barazisë gjinore. Nuk e dija se sa e rrezikshme ishte agenda që po mundohet të instalohet këtu, derisa u përballa personalisht me të. Unë para një status si një nën dhe qëndrova dhe pata një reagim. Nuk e keni iden sulmet që pësova, aty kuptova që ne jemi në rrezik. Familja shqiptare është në rrezik. Spitale që ne i kemi për të smurët me kancer, do të na kthehen tani në një vend kastrimi për fëmijët tanë. Propozimi im për 77 deputet, për ministrin, për kryeministrin është: fëmijët tuaj ti merrni, ti çojmë tek spitali, ta implementojnë ata terapinë hormonale, pasi ta aprovoni tek fëmijët tuaj, hajde të merrni pastaj fëmijët tanë. Shumë njerëz na thanë që anullojeni marshimin për jetën, sepse ka kauza të tjera më të rëndësishme. Pa a ka një kauzë më të rëndësishme se sa fëmia, se sa familja. Ti drejtohem kryeministit të këtij vendi që të mos i shpall luftë Zotit me përplasje dhe me ligjet që po përpiqet të imponohen shoqërisë, kombit, popullit shqiptar në emër të një agende, apo presioni, apo nxitje të bashkimit evropian. Mos dëmtoni shëndetin e fëmijëve shqiptar. Në këtë moshë ata nuk mund të votojnë, nuk mund të lidhin kontrata ligjore, nuk mund të mbajnë përgjegjësi të plota, nuk mund të bëjnë madje asnjë tatuazh. Po atëherë, si mundet që ne mjekëve të na kërkoni që ne të implementojmë ndryshime të parikthyer të identitetit të tyre gjinor? Ka ardhur koha që familjet mos heshtin më. Ka ardhur koha që qytetarët të thonë mjaft. Ku shkolla edukon, nuk indoktrinon. Ku shëndetësia shëron, nuk eksperimenton. Ku familja mbrohet dhe jo relativizohet. Ata po shkojnë te fëmija, nuk merrem me një adult, sepse adulti e di çfarë do në jetë. Por fëmija manipulohet, sepse këta kanë një agjendë mirëfillish, populluese dhe shkatrimtar. Pas protestës së zhvilluar në sheshin Skënderbej, qytetarët marshuan drejt Ministrisë së Shëndetësisë. Atje u bën thirrje për dorëheqjen e ministres Evi Salas, si dhe zëvendës ministres Eugena Tomini, e cila ka firmosur pikërisht urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë, i miratuar më datë 28 prill dhe i bërë publik vetëm pak ditë më parë. Në përfundim të protestës, qytetarët firmosën një peticion përmes të cilit kërkojnë anulimin e urdhrit të Ministrisë së Shëndetësisë.